Kryeministri Albin Kurti, i shoqëruar nga Ministri i Infrastrukturës Dimal Basha, përuroi një segment të rrugës Prishtinë-Mitrovic, ndonse prerje të shiritit në kuadër të projektit prej 9.6 kilometrash kishte pasur edhe më herët. Në dhjetor të vitit 2024 ishte përuruar pjesa e parë e segmentit nga fshati i Lumi Madh deri në hyrje të Vushtrrisë me gjatësi prej 5 kilometrave. Ky projekt që kishte nisur para 2 vitesh ka vlerën e 25 milion eurove. Projekti është realizuar në 2 vite dhe përfshin zgjerimin e rrugës në 4 korsi, pastaj ndërtimin e bypassit 4.4 km jashtë trasesë ekzistuese e që kalon në për 7 fshatra dhe gjithashtu ka të ndërtuara edhe 8 nënkalime, 3 mbikalime dhe 1 urë. Kjo nënkupton më pak kohë në trafik, më shumë siguri, qarkullim më të lehtë dhe lidhje të reja të cilët bashkojnë edhe më shumë tër rajonin verior të vendit tonë në Republikën e Kosovës. Ky projekt, siç e tha kryeministri, 9.6 km, 25 milion euro, që është një rrugë jashtëzakonisht moderne që ka drenazhim në gjithë rrugën me 4 korsi dhe po besoj që e lehtëson qarkullimin dhe ofron siguri për këtë qytetarët që qarkullojnë këtë rrugë. Pas perurimit të 4.4 kilometrave, u tha se tani prioritet mbetet nisja e punimeve në segmentin e fundit nga fshati Smrekonic deri në Mitrovic. Në këtë mandat të ri qeverisës, qysh në mbledhjen e tretë të qeverisë sonë, e kemi marrë vendimin për procedim për ratifikim në Kuvendin e Kosovës të marrëveshjes së kredisë për projektin e rrugës me shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovic, ndërmjet Fondit Saudit për Zhvillim dhe Republikës Kosovës për të proceduar sa më parë edhe me pjesën e mbetur të kësaj rruge e cila e lidh Prishtinën me Mitrovicën. Urojmë që sa më parë Kuvendi i Republikës të zhbllokohet dhe ky projekt të nisë menjëherë. Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Mitrovic nisi në vitin 2009. Segmenti i fundit nga Smrekonica deri në Mitrovic është i gjatë rreth 7 kilometra.